kam marrë 2 syze të reja, 2 modele të reja, të cilat mezi po pres t'ja u tregoj. Tek Optika 1. Kam zgjedhur 2 modele krejtësisht të ndryshme, njëra është Gucci, klasike dhe Silhouette, një markë shumë minimaliste, shumë e lehtë, sidomos për përditshmëri. E vërteta është që nuk di se cili model më pëlqen më shumë, sepse të dy kanë stilin e tyre unik. Ja, tek është modeli, se nuk e u tregova me detaj. Pëlqen shumë, sepse edhe pak ngarkesë duhet, sidomos tani në dimër që veshim peliçe, xhupa. Ata persona që nuk i durojnë dot syzet, sepse i duken të rënda, sepse nuk mund t'i mbajnë gjatë, këto janë perfekte, se ndos duket sikur nuk e vën asgjë. Janë shumë të lehta dhe për më tepër i shkojnë çdo njeriu si model. Më tha një polic rrugës kur po vija, më ndaloj. Nuk e pe tabelën, tha me 60? Thash e pash. Po pse tha se ule shpejtësin? Po se s'të pash ty. So po erdha një Itali, ben trovati, pa më gjithë zgjeta kërkan se ka qetësi, që kam gjojnë me videon, të u ba godi, për sante. Kështu që mos mungoni, Reggio Emilia, festa shqiptare, kontaktoni me Mondin, nomi sante, nomi. Sa goca, unë jam bërë gati për të dalur. Do bëj share me ju 2 super produkte e Diego Della Palma. Janë 2 produkte që mua personalisht më pëlqejnë shumë. Unë e kam bërë pak bazën e make-upit, gjithmonë shumë naturale. Ju këshilloj edhe ju. Është lapsi për 12 për të bërë vetullat. Ndonjëherë ngatrohem, them qerpikët. Për këtë radhë nuk u ngatrova dhe ka një ngjyrë shumë bukur, perfekt për bjondet, ka shumë kështu soft. Një produkt tjetër që unë e marr gjithmonë me vete, që është super dhe si bën qerpikët ky maskara, nuk i bën asnjë maskara tjetër. Akte furçën ngarkon, i bën qerpikët si një flutur e vërtet dhe boj këtë lëvizjen. Ky është rezultati, por nuk kemi mbaruar sepse është momenti i buzëve. Buzët kam një laps Anais, një laps shumë i lirë, por shumë i mirë dhe i jap pak definicione. Dhe ky është rezultati, jo përfundimtar, por fundmitar. Ky është rezultati jo i përfundimtar, oh my god, so se dice. Vabbè, e keni kuptuar. Nga Buskuqët, lip gloss, kemi 3 solucion, por me qenë që mine kam provuar, më pëlqen shumë, e përdor shpesh, Diorin gjithashtu. Do përdor këtë produktin ngjyrë roz që ka pak cica. Aromë shumë të mirë dhe jep pak shkëlqim. Unë jam gati, përdojmë qik vaj të flokët dhe do shkojmë për jashtë për drekë. Duket shumë. Duket shumë bukur. Do të fudhëm me këtë shpili? Mund është më bukur. Prit, një sekund. Prit, se u egzaltova. Më ka marrë dorën tani, nuk ka nevojë të flas fare. Më qan vetë unë. Më pëlqen shumë dhe ta. Përshëndetje, nuk i ndaj më linos. Çfarë është më ndryshe? Kjo ngjyra. Aty ku unë çmendem shumë se i dua të gjitha ngjyrat, më ndiqni. Opa! Kush do ta provoj? Atila, zgjohet që në 6. Që ka për tjesh? Pse zgjohesh në 6? Pse zgjohesh? Kush të tret në 6 ti zgjohesh në mëngjes? Aq herë. Pa u zbardhur akoma ti në këmbë. Në të lem që të ndët.
ata ishë? Kalas e bukur, kalas e bukur. Çek. Ay bukur ya. Pranda, doja bëj dorë. Ja pra, se më keni thënë ku e bën këtë ngjyrë. Shikojeni sa e bukur. E ku tjetër? Vetëm te Monika. Jo unë. Nesër në darkë në Reggio Emilia, mos harroni në orën 21:00. Një event organizohet nga Festa Shqiptare, Mondi, kështu që kontaktoni me te për çdo gjë që të keni nevojë. Nesër zjarr Reggio Emilia. Çfarë po bën? Duke marrë me objekte dhe skelës. Të jam 2 çakmat dhe përdora mendjen time genial. Në gjitësin e çakmatve dhe po funksionon. Do të thonë, do funksionon se s'bën. Mirë shifshi në shpash. Shpenzime te Konadi, do i tregoj çfarë ka marrë me 47 euro. Cracker galbusera me riso, mozzarella senza lattosio, 1, 2, 3. 2 pacco pollo, affettato crudo e tacchino. 2 pacco minestrone, funghi, corpuda, piadina camut pamaia, tonno e filetto sgombro. 2 shishe verë, disa prime tjera dhe 2 pastigjan. Ja çfarë bleva me 50 euro.